Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kjo grua hëngri e solli 2 vezë për një vit, ja se çfarë ndodhi më vonë. Vezët mund të kenë një konotacion negativ për personat që vuajnë nga kolesteroli, por ky është një mit. Edhe nëse ka shumë konsumues sot, konsumi i vezës është një nga pjesët më të rëndësishme për ushqyerjen e shëndetshme. Të hash vezë çdo ditë mund t'i bëjë mrekullisht shëndetit tuaj nëse jeni të shqetësuar për kolesterolin, harrojeni atë. Vezët përmbajnë 180 deri në 186 mg të kolesterolit, ndërsa mëlçia juaj prodhon rreth 1000 deri në 2000 mg në ditë. Gjithashtu, vezët përmbajnë vitaminën D dhe kalcium, që janë një burim i përsosur për të pasur kocka të forta. Vitamina D gjithashtu do të përmirësojë absorbimin natyral të kalciumit në trupin tuaj. Vezët janë një produkt i mirë ushqyes tek muskujt. Ngrënia e vezëve është po aq e rëndësishme për të ndërtuar muskujt. Ushqimi me konsumin e 2 vezëve në ditë mund të sigurojë trupit tuaj të njëjtën sasi të proteinës si një pjesë e mishit. Gjithashtu, trupi do të ketë vlerat ushqyese më të mira nga veza që të ndihmojnë në rritjen e tij. Ajo është e mbushur me riboflavin, acid folik, hekur, fosfor, selen, magnez, vitaminën A edhe B6, të cilat janë shumë të rëndësishme për të pasur një trup të shëndetshëm. Vezët janë të mira edhe për personat që duan të humbasin peshë. Ato përmbajnë një shumë të kalorive dhe ka treguar se edhe pse vezët hahen në mëngjes, mund të zvogëlojnë sasinë e konsumit të ushqimit gjatë gjithë ditës së huaj. Ndaj, veza mund të renditet si një nga produktet më të mira ushqyese në këtë aspekt. Veza është një nga produktet që mbart vlerat jashtëzakonshme ushqyese, e renditur në top listën e 10 ushqimeve që nuk duhet ta anashkalohen kur dhe të konsumohen në mëngjes, sidomos në formën e tyre të zjerë. Por a keni pyetur ndonjëherë veten se cilat janë përfitimet kryesore që do të marrë organizmi juaj nga konsumi 1 deri në 2 vezëve të zjera çdo ditë? Vezët duhet të jenë një nga produktet më të mira ushqyese për të përfshirë në dietën tuaj. Ekspertët e Brightside kanë mbledhur rezultatet e studimeve të fundit mbi dobitë shëndetësore të vezëve të pulave. Rezulton se 1 deri në 3 vezë në ditë është doza optimale ditore. Akoma më mirë nëse këto vezë janë me omega 3, e cila konsiderohet sot në botë si superveza e shëndetit të mirë. Veza me omega 3 konsiderohet veza që mbron zemrën dhe ushqen trurin. Në këtë video do të listoj më të mirat që vijnë në organizmi dhe shëndetin ton nga konsumi 2 vezëve në ditë. Truri do të gjendet në mbrojtjen e kolinës. Është provuar se kolina, kjo vitaminë e veçantë, është material i mirë rëndësishëm ndërtimor i trurit. Nëse hani 2 vezë në ditë, trupi juaj merr mjaftueshëm nga kjo lëndë ushqyese. Mungesa e kolinës çon në rënje të kujtesës. Shikimi do të ruhet falë luteinës. Vezët e pulave janë të pasur me lutein. Kjo substancë është përgjegjëse për shikimin e qartë dhe të mprehtë. Me mungesën e tij, indet e syrit dëmtohet dhe shikimi përkeçësohet në mënyrë të pakthyeshme. Vitamina D ndihmon për të absorbuar kalciumin. Nëse i ofroni një personi të zgjedhë nëse do të pi një lugë vaj peshku ose të konsumojë një vezë të zjerë, gjasat janë të preferojë këtë të fundit, sidomos nëse ato zbulojnë se përmbajtja e vitaminës D është e njëjtë në të dyja rastet. Për më tepër, shkencëtarët kanë gjetur një mënyrë për të rritur sasinë e vitaminës D në vezë, duke ushqyer pulat në mënyrë të veçantë. Vitamina D ndihmon kalciumin për të absorbuar më mirë dhe për të forcuar kockat dhe dhëmbët. Vitamina B që gjendet te veza mbron lëkurën, flokët dhe mëlçin. Biotina, vitamina B12 dhe proteinat e tretshme ushqyese kontribojnë në forcimin e flokut dhe të lëkurës. Elementet që përmbajnë vezët e pulës promovojnë eliminimin e toksinave nga mëlçia. Do ta keni më të lehtë të humbisni peshën e padëshiruar. Shkencëtarët dolën në përfundim se nëse kombinoni një ushqim me pak kalori me vezë për mëngjes, humbisni peshë 2 herë më shpejt. Një mëngjes i tillë ju ngop për një kohë më të gjatë duke ju lejuar të ulni sasinë e ushqimeve që i keni konsumuar brenda një dite. Procesi i plakjes do të ngadalësohet. Kjo është e dukshme nga ulëntimi kryer nga shkencëtarët holandezë.
Në 87% të grave nga 35 deri në 40 vjeç, njollat e moshës u zhdukën dhe lëkura u pastrua. Tek meshkujt, rrudhat rreth syve u zbutën dukshëm. Kjo fal elementeve ushqyes që vezët i përmbajnë me shumicë për një organizëm të shëndetshëm. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të pasur me element ushqyes. Një nga mënyrat më të zakonshme dhe më të shëndetshme të konsumit të vezës është sigurisht përgatitja e saj në formën e saj të zjerë. Për cilat janë vlerat e vezës së zjerë dhe çfarë ndodh organizmit kur ajo konsumohet në këtë formë. Sipas Brightside, në këtë video do ju njohim me përfitime shëndetësore të vezës së zjerë dhe ndikimin e saj për organizmin tuaj. Vezët përmbajnë 210 mg kolesterol. Zjerja konsiderohet mënyra më e sigurt për gatim sepse yndyrrat që përdorin në skuqje rrisin kolesterolin në organizëm. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mund të hajë një vezë në ditë pa u shqetësuar shumë për kolesterolin. Sipas të dhënave, ngrënia e vezës në mëngjes si pjesë e regjimeve të kujdesshme shëndetësore ju ndihmon në humbjen e peshës. Vezët janë të pasura me yndyra cilësore. Vezët e zjera nxisin krijimin e yndyrave të mira, të cilat ndihmojnë në ruajtjen e nivelit të kolesterolit në gjak, ndërsa ulin rrezikun e problemeve dhe sëmundjeve në zemër. Këto yndyra të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu në rregullimin e insulinës në gjak e përrjedhojnë nivelin e sheqerit në gjak. Vezët janë të pasur me proteinë cilësore. Vezët e zjera natyralisht përmbajnë nivele të larta të proteinave. Organizmi ka nevojë për proteina në forcimin e muskujve, por mbi të gjitha proteina ndihmojnë organet e trupit dhe mundësojnë një strukturë të posaçme mbrojtëse për muret e qelizave. Edhe shëndeti i syve do të përmirësohet. Një nga vitaminat më të rëndësishme te veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore për ndihmën që ofron retinës së syrit në thithjen e dritës. Mbron membranën dhe ulë riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit ose verbëria. Do të keni kocka më të forta. Vezët e zjera janë të pasur me vitaminën D, vitaminë e cila është e rëndësishme për kockat dhe dhëmbët e fortë gjithashtu. Vitamina D mundëson kockave përthithjen e kalciumit dhe rregullon nivelin e kalciumit në gjak. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë më i fortë. Vezët e zjera mund t'i kombinoni në sallatë, në spinaq, në patate, në pulë ose në peshk, si një element i domosdoshëm i një ushqyerje të shëndetshme, dhe kështu vlerat që do të merrni nga konsumi i tyre do ta bëjnë atë një nga produktet më të mira ushqyese për shëndetin tuaj. Sipas studimeve dhe ulëntimeve të publikuar, ngrënia e 1 deri në 3 vezëve në ditë është një sasi e shëndetshme për shumicën e njerëzve. Nëse po kërkoni të rrisni sasinë e proteinës, mund të konsumoni edhe më shumë se kaq. Por jo të gjithë ekspertët janë të mendimit lidhur me sasinë. Kur konsumohet në mëngjes, vezët kanë treguar se i bëjnë njerëzit të ndihen të ngopur për më gjatë. Vezët dikur konsideroheshin burime të ushqimeve të pashëndetshme për shkak të kolesterolit të lartë dhe problemeve në zemër. Fakti që e verdha e vezës përmban kolesterol është arsye kryesore për këtë. Megjithatë, ulëntimet e mëvonshme kanë zbuluar se vezët nuk e rrisin rrezikun e sëmundjeve në zemër. Një vezë në madhësi mesatare përmban 186 mg kolesterol. Vezët janë një burim i shkëlqyer i proteinës, ato janë të larta në vitamina dhe minerale të ndryshme, duke përfshirë vitaminën A, vitaminën B, B12, vitaminën D, jod dhe folat. Të vegjëlit duhet të konsumojnë një vezë çdo ditë, pasi janë të pasur me hekur, folat, protein, acide yndyrore omega 3, të cilat ndihmojnë në rritjen e qelizave dhe zhvillimin e trurit dhe plotësojnë kërkesat e tyre ditore për proteina. Vezët janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese nëse doni të keni një shëndet më të fortë. Megjithatë, është e rëndësishme që forma më e mirë e tyre është ajo e zjerë. Vëmendje. Bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.